Përshëndetje. Në këtë video do flasim si të njohim vetë. Shpesh ndonjëherë pyes veten kush jam në të vërtetë. Jo emri, jo puna, as rolet që mbaj. Por ai që mbetet, kur gjithçka tjetër bie. Ne jetojmë çdo ditë duke u përpjekur të përshtatemi, të dukemi mirë, të mos dallohemi shumë. Dhe shpesh për të mos u përballur me vetveten, merremi me jetën e të tjerëve. Trashëtheme, përgojime, ai ka fëmijë, një të shiftu ndan, ai humi biznesin, djali dikujt ra në burg, lidri suprem puthi melonin, e shumë tjera. E bëjmë pa vetdije, sepse është më lehtë të shohësh jashtë se sa brenda. Psikologjikisht, ajo që gjykojmë te tjetri është diçka që nuk e pranojmë te vetja. Kritika është pasqyra e frikës sonë. Por nëse ndalojmë dhe dëgjojmë zërin e brendshëm, kuptojmë se identiteti nuk është diçka që e shpikim, është diçka që e zbulojmë. Kur e njeh veten, nuk ke nevojë më të krahasohesh me askën tjetër, sepse e kupton se gjithçka që kërkoje tek të tjerët ishte gjithmonë brenda teje. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, shitim në videot e tjera, ju përshëndes.